Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ka reaguar ashpër ndaj kryeministrit në detyrë Albin Kurti duke akuzuar për bllokimin e shtetit, shkelje të kushtetutës, uzurpim të institucioneve dhe mungesë respekti ndaj gjykatave dhe prokurorisë. Abdigjiku tha se Kurti nuk i kupton parimet, dinjitetin e politik dhe madhështinë e LDK-s, duke theksuar se partia po ecën e fortë në rrugën e vet dhe do të mbetet gjithmonë krenare dhe faqe bardhë. Reagimi i tij erdhi pas sulmit të dieshëm nga Albin Kurti, i cili tha se realisht nuk e kupton se çfarë don LDK-ja, nuk don as qeveri me të dhe me vetëvendosjen dhe as të bashkohet me forcat e tjera opozitare për të krijuar një qeveri të tyren. Jam i bindur se parimet nuk i kupton, fjalën e dhënë edhe më pak, një njeri që për 8 muaj bllokon shtetin duke thënë se i ka votat por s'po e lën dhe në fund mashtron, një njeri që për 48 ore ka shkelur kushtetutën dhe mburret se çfarë po bën, një njeri që uzurpon institucione duke qenë herë kryeministër e herë deputet, një njeri që së respekton gjykatat e Republikës, si që respektohen ato në shtetin ku ai rrit familjen e vet, një njeri që vendoset mbi prokurorinë e mbron të korruptuarit partijak veç se janë të tijet, një njeri që vetëm ofendon e vetëm përçan kudo që prek, një njeri që akuzon kundërshtarët politik, shtëpinë e madhe të demokracisë me tradhtar të Serbisë, veç pse mendojnë ndryshe nga ai, një njeri që na ofendon elektoratin me hajvanat dhe pret shtrirje qafe më pas, një njeri që na izolon Republikën e vet, e na e humbet të ardhmen e fëmijëve në këtë shtet, një njeri që nuk e kupton bashkëpunimin, unitetin e afrimin si akt patriotik sot, një njeri që ndryshon pa mërzi se cili premtim publik, një njeri i tillë natyrisht se nuk e kupton çka do të thotë parimi drejt në jetë, se kupton as dinjitetin e politik, as madhështinë e lidhjes demokratike të Kosovës, e as faktin se ka ardhur një gjeneratë e re në vend ku fjala e dhënë ka peshë dhe s'ka pozit, s'ka pushtet e s'ka ofertë që mund të shkel mbi këtë vlerë. Prandaj çuditet ai, prandaj s'kupton. Kur pushtetarët e shkëputur nga populli i afrojnë fundit, gjërat më nuk i japin sens. LDK-n mund ta sulmoni, mund edhe ta ofendoni, por vetëm kaq keni mundësi, nuk ju vjen rendi për më shumë. LDK-ja po ecën drejt në rrugën e vet, për vete dhe për Republikën që e krijoi vet. Zot politik kjo LDK ka vetëm elektoratin e vet dhe koha e LDK-s nuk ndërtohet në prerin e askujt. LDK ka shtratin e vet, lumi i saj rrjedh fort gjithherë, sepse ishim, jemi dhe do të mbesim të vërtet. Krenare faqe bardhe me besim të fortë në të ardhmen e popullit ton. Gjërat vinë e shkojnë, një gjë nuk ndryshon kurrë. LDK dje, LDK sot dhe LDK për gjithmonë, shkruan Abdigjiku si përgjigje ndaj Kurtit.